Apo më të qetë? Me një shkrimtare, me një mësimdhënëse, me një avokat, pak si vështirë me diskutu me tonet zjarta, unë mendoj që do t'jetë një debat i balancum. Ne po e hapim temën për sot, kjo është arsyeja që jemi këtu. Në lidhje, gënjeshtra, përpaqe apo të vërteta që dhëmbin? Dërëm? Gënjeshtra, përpaqe apo të vërteta që dhëmbin, unë mendoj që në lidhje, qoftë ajo lidhje biznesi, pune, apo lidhje dashurie, martesore dhe tjerë, është më mirë një e vërtet që ndoshta ndonjëherë dhem, sepse vetëm mbi të vërtetat ndërtohet baza e besimit dhe me besim ecet përpara. Një gënjeshtër sa do e ëmbël, sa do e bukur është si ai hiri që ta qesin syve. Kimete? Po gënjeshtra nuk është asnjëherë e bukur. Do thotë më mirë një e vërtet e hidhur se një gënjeshtër. Sa mendon kështu? Po e vërteta është e vërtet. A mendojnë që ne si njerëz ndonjëherë gënjejmë që të ikim situatave dhe i shmangemi njerëz të mos mi bo mundi keq për shkak? Po atëherë duhet të jetë një gënjeshtër e bardhë. Po kush e bën këtë dallimin e bardhët dhe e zezë? Deri ku është ai kufiri që duhet ta dinë njerëz? Po varet sa është dami në gënjeshtër, do thotë në qoftë se nuk e damton atë shumë personin, do thotë nuk është e hishme as pak. Kur shkruan, a i përdor shpesh gënjeshtrat? Po i përdori edhe sa më shumë, mundona me shfaq atë shpejt që mos me vazhdu, do thotë historia me gënjeshtër. A është e gënjeshtërt kjo bota ideale që na shfaqin shkrimtarët në për libra, sidomos të për romane, se duket shumë idealiste për të qenë e vërtet? Po më varet për shkrimtarit, nëse don shkrimtari me rrit atë shumë atë person, do thotë edhe gënjeshtrën nga pak e zbej. Jep gjithmonë janë pozitive, asaj të bukurës që donë me shprej. Do thotë, gënjeshtrat nuk preferohen atë shumë. Shkrimtarët më shumë merren me gënjeshtrën imagjinare, së është bash gënjeshtër klasike. A ndodh mu nxjerr nga situata në momentin kur të pyesin te ku bazove për të shkruar një histori të tillë? Arsyton vetën të thonë që ka qenë një imagjinat, ndoshta. Po, nëse është imagjinat, e them se është imagjinat. Po, këngëtarët për shembull nxjerrin nga situata se gjithmonë e përdorin që në tekstet të tyre, nëse flasin për një ndarje, dhe ata e kanë përjetuar një ndarje kohëve të fundit, thonë që thjesht janë bazuar te dikush tjetër ose nuk e caktojnë si histori personale. Po te ju çka ndodh? Ku e gjeni ju inspirimin për shembull? Më shumë shkruaj dhe thotë edhe ngjarjet vërteta, që realiteti është realitet dhe përshkruan ashtu se si është ngjarja. Po në qoftë se është diçka imagjinare, atëherë duhet t'i japish një kuptim edukativ që njerëzit të përfitojnë diçka nga kjo edukat. E jo një histori që nuk i vija askujt diçka të bukur. Vajzat, nuk e di apo pajtojnë me ty. Çfarë mendini keni për temën? Po, menoj që çdo njeri do të me ndërtu realitetin e vetë, përditshmërinë e vetë u bazu veç në të vërteta. E vërteta ka zgjidhje, nuk ka ndaj diskutim, ndaj rast, ndaj temë, ndaj problem që nuk ka zgjidhje. Përditshmëria krejt njerëzve është me probleme, është me sfida, kështu që edhe nëse e dhem ndaj e vërtet, nuk është fundi që atë me gënjeshtra nashta të nglën shumë shablon se krejt për kena mendimin e njëjtë, apo pajtojnë? Mbi cilin jetoj. Unë kom qef me kohën realiste çdo herë, po neve si shoqni na pëlqen ka pak me gënjy vetën, na pëlqen ka pak me gënjy të tjerët, na pëlqen ka pak me lujt me bolojra me fjalë, se nështë kemi frikë me qenë të vërtet, kemi frikë prej paragjykimit, kemi frikë prej mendimit tjetrit, prej pajtueshmërisë ose pranueshmërisë. Kështu që kanjeri ja bojmë pak vetës rash o pak edhe tjetrit. Nëse dikush të pyet realisht për një mendim tonin, ti e din që e bën nështë mund i keq nëse ato të vërtetën, kështu pak me manipuluar dhe m'ja bo qefin që ati personi, po pa dash një prish nështë raportet. Nëse vnojmë theksin të lidhjet, atëherë nuk menoj që asnjëherë një raport mes dy personave me u ndërtu mbas të gënjeshtrës, herë do kurdo ajo vetë se ka me dal, herë do kurdo ka me dal një e vërtet që nështë dikur ka mujt me na dhimbë shumë, po kur e marrin vesh halo mas shumë kohës, nështë ma e madhe është doza e dhimbjes. A mendojnë që në qeft janë 100% të vërtet? Në fillimet e lidhjeve, tu e pas parasysh edhe vetë kom qenë fillim të lidhjes, nështë akrit tentojmë ka pak me qenë dikush tjetër, me boj pëlqyshëm prej partnerit, edhe fillojmë nështë mi u përshtat, me thonë që po edhe mu më pëlqen qashto, ose po edhe në menej qashto se te, dhe nështë apret që me kalimin e kohës me fillu me janë ndryshu që ato mendime, që ato prishmërit prej partnerit edhe mundesh nështë pak me qalu rrugën, po... Për ty ka qenë ai momenti kur e kuptove që
tash po i shfaqim fytyrat e vërteta. Prej ditës parë kom qenë e vërtet, po nështë me kalimin e kohës kom pas edhe sfida prej realitetit, po bona shumë reale se ndështë se cili rritet